Këtë gjë unë nuk jam duke thënë ose duke promovuar pra ju vajza, merrni tani dhe punoni të gjitha eskorta, janë të ndërlidhura me institucionet, prandaj unë I friksohem legalizimit të punës së seksit, sepse mendoj që në epokën në të cilën jemi, në të cilin puna e seksit është online dhe offline, secili njeri që do ta bëj këtë punë mund të jetë zoti vetes dhe të kërkojë dekriminalizimin ose legalizimin individual, po jo në kuadër të një shtëpie apo të një strukture më të madhe, duke rritur shanset për trafikimin e qenieve njerëzore. Djemtë dhe burrat nuk I kemi mësuar, trajnuar, informuar që në këtë shoqëri të re ku gruaja është e pavarur, ajo do qaset dhe do sillet ndryshe me ty. Mendoj që unë e kam prekur fundin për çështjen e komenteve, sa unë gjatë kohës së Big Brotherit mund të merrja deri në 6.000 komente në ditë dhe asnjëri prej tyre nuk ishte pozitiv. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri, magjia që bashkon. Kinotekën sot, aty kultura këndon. Hey, përshëndetje. Përshëndetje të dashur miq, të dashur dëgjues, ju që po na ndiqni në valët e Radio Sol 89.0 FM dhe ju që po na ndiqni në YouTube dhe në të gjitha platformat tona, se jemi bërë të mërzitshëm duke e thënë këtë Spotify. Po nuk bëhemi asnjëherë të mërzitshëm, se kam përshtypjen që çdo herë kemi njerëz të rinj që I bashkohen në podcastit Kinotek në Sol. Përshëndetje edhe nga unë. Uroj që të keni kaluar një javë sa më të bukur deri tani. Ta keni marrë me qetësi edhe jo me ritme të shpejta, se ndonjëherë të ritmet e shpejta të lodhin edhe ti e ndjen lodhin që të mërkurën. Plus është mesi javës akoma dhe duhen energji për ta çuar deri të dielën. E vërtet, e drejtë. Ne sot jemi si çdo të mërkur tjetër në Kinotek për t'ju shoqëruar në disa minuta të cilat vlejnë shumë për informacionin, për bisedat edhe për gjithçka tjetër që do të ndajmë me ju. Shumë e vërtet. Gjejeni se kë kemi të ftuar kësaj radhe në studion ton. Le ta prezantojmë Jacqueline Lekatari. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Mirë se erdhët. Unë propozoj që java të jetë në 4 ditë pune, që të mërkura mos mërzitemi, po e mërkura të jetë si një premte. Të jetë si e premte. Me që e nise me 4 mirë për të hyrë në emision. Me që e nise me 4 ditë pune. Mendon që duhet ta ndjekim edhe ne atë shembullin e Holandës? Patjetër, edhe Spanjës, nëse s'gaboj, po patjetër. Mendoj që është gjenerata Z që nuk është si kjo gjenerata e millennials, gjeneratës të cilës I përkas unë, në të cilën ajo ideologjia, kur unë kam hyrë në tregun e punës, pra që bëhet fjalë për fundin e viteve 2000, ka qenë që të jesh workaholic, është një plus, është një vlerë dhe kjo balanca midis punës edhe jetës kohës së lirë nuk ekzistonte pothuajse fare. Ti merrje vlera nëse ti ishe I çmendur pas punës dhe ishe I dedikuar mbas punës dhe kjo multitasking apo sakrifikimi për të rritur në karrierë ishte diçka për cilën fliteshe shpesh, shkruheshe në për mediat e kohës, ishe I pari I kompanisë, po të shikoje emisione televizive, ishte si tematik pra e përfolur, ishte pjesë e diskursit publik. Dhe mendoj që ajo ka çuar një pjesë të mirë, pra kjo modus operandi ka çuar një pjesë të mirë të gjeneratës tonë në burnout. Dhe këtë gjë nuk e shoh te gjenerata e re, gjenerata Z, për cilën kam një simpati shumë të madhe, sepse më duket sikur në një farë mënyre kjo është një gjeneratë e cila është më e vetëdijshme për veten e vet. Ka më shumë informacion, ndoshta mund ta ketë informacionin e fragmentarizuar ose të atashuar me ndonjë lob ose me ndonjë agent, ka që inflamim kështu. Por është një gjeneratë e cila është rritur me internetin, me komunikimin online, pra që arrin në mënyrë shumë të shpejtë të organizohet, të kaloj lajmin, të krijojë narracionin, të krijojë mitin. Dhe është një gjeneratë e cila duke pasur më shumë informacion është më sensibël ndaj çështjeve që kanë të bëjnë me drejtat e njeriut, që kanë të bëjnë me ambientin, pra me një botë më të shëndetshme dhe më të mirë ku pikërisht kjo balanca nga e nisën bisedën tonë, punë dhe jetë private dhe personale ose jetë
është më e barabartë, është më e balancuar dhe i bën njerëzit të jetojnë më mirë. Dhe sondazhe të ndryshme, po ndiem mirë se fakti përkas gjenerata. Ju jeni Gen Z. Jo, ne të dy jemi millennials. Kurse unë jam Gen Z, kështu që tani po të mos kisha këtë pudrën e vendosur, do më shihni të skuqur se ndodh gjithmonë. Më pëlqen si gjenerat. Po e vëre edhe sondazhe të ndryshme në fakt që tregojnë edhe tendencën që kanë gjenerata Z me tregun e punës. Pra, nuk duan më të jenë njerëz të cilët marrin ca detyra, i kryejnë ato, kalojnë gjithë ditën në punë, po jo, kanë edhe shpirtin kundërshtues, nuk lejojnë që në një farë mënyrë të shkelen të drejtat. Për ta hequr qafe. Mendoj që kjo është një mënyrë shumë e mirë për ta shprehur. Duan të punojnë, duan të japin ngjyra nga personaliteti i tyre, nga mënyra se si ato e shohin botën dhe është një mënyrë krejt e re se si kjo gjenerata sheh botën, sepse gjenerata të cilës i përkasim unë dhe ti, ka jetuar si në mes me një këmbë këtej dhe një këmbë atej. As këtej as andej ndërkohë. Dhe as këtej as andej duke u përshtatur tek gjeneratat paraardhëse që kanë qenë shumë tradicionale, duke munduar të jesh aktiv dhe të hysh në këtë treg pune shumë dinamik. Dhe për mendimin tim ne kemi pasur më të vështirë. Unë jam shumë dakord me ty se unë për veten ndahem në 7 pjesë të punë, Zhak, është një jetë e tmerrshme. Dhe jo vetëm me punën, po mua më bën përshtypje edhe një gjë tjetër, se duket sikur flas me superlativa për gjenerat. Më të bindur, më të shtruar, më të nënshtruar. Ndërsa kjo gjenerata e re nuk pranon rregulla aq konformiste dhe të strukturuara aq të ngushta, pikërisht sepse kanë nevojë të jetojnë edhe jetën e tyre. Më ka bërë përshtypje shumë se kjo gjenerata e re, gjenerata Z duket sikur po i ndryshon pak edhe brezat e mëparshëm. Pra, nëse dikur për mamin tim ti tregoje diçka që të ka ndodhur që lidhet me një raport dashuror, me një ngacmi apo ndonjë gjë tjetër. Nuk e di çfarë gjenerata është mami jot. Po, çfarë keni ngrënë? Pastaj prindrit dhe fëmijët të edukohen së bashku. Mendoj që ti duke u rritur një fëmijë mëson të prindërosh dhe viceversa. Unë Zhak jam tek brezi që kemi ngrënë shapkën. Jo, në familjen time jo. Kanë qenë të rrept, pra ne kemi pasur një orar të cilin babai im e nxirrte ditën e hënë me se si do ishte organizuar dita dhe ne ndiqnim orarin, sepse ai ishte një njerëz që kishte shumë autoritet, por në të njëjtën kohë ishte edhe shumë liberal. Unë faktin që jam njeri liberal në konceptin evropian, jo liberal në konceptin amerikan. Ka dallim ashtu është. Po, mendoj që është sepse kam pasur një baba progresiv, i cili më ka mbështetur që në fillimet e mia kur kam qenë fëmijë, që të jem një zë apo një fëmijë i guximshëm, të them ato gjërat që mendoj, të them gjërat që më pëlqejnë dhe gjërat që nuk më pëlqejnë, dhe të mos kem frikë nga ajo që do dëgjoj pas shprehjes time apo pas deklaratës time. Në fakt mua ti më duket shumë Gen Z, ç'është e vërteta. Jo. Njoh shumë Gen Z dhe më ngjan shumë me ata. Shiko, unë... Base, ata nuk e kanë formimin të në qartë, se vjen e përvoja edhe leximet, gjitha, po them në qasje, në të shpirtin e rebel, more. Kur kam qenë vajzë e re, pra, kur kam qenë adoleshente, ose në të 20-tat e mia, e fillova të kuptoj se çfarë ishte ky konflikti që ekziston midis gjeneratave. Dhe këtë konfliktin midis gjeneratave që është në një farë mënyrë i trashëguar që unë kam parë edhe te gjeneratat paraardhëse, pra që ti gjithmonë thua për gjeneratën që provjen akta të rinj të sotëm, sa shumë që bëjnë, nuk duan të punojnë, janë për tas, janë të zhurmshëm, janë kështu, janë ashtu, nuk janë të dedikuar siç kemi qenë ne, nuk i përgjigjen prindërve ashtu siç jemi përgjigjur ne. Mendoj që është energji e humbur kot, sepse ky komunikimi ndër brezhnor është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm, pikërisht për atë që sapo ti përmende, për eksperiencën jetësore, për këtë bagazhin jetik dhe jetësor njerëzor, që ti duhet t'ia përcjellësh brezit tjetër, që në një farë mënyrë ke për detyrë t'ia përcjellësh brezit tjetër, pra dhe të krijosh ti si adult apo si rritur këto urat e komunikimit ku brezi tjetër duhet të kapet ose duhet të shoh modelet e veta. Pra je ti si i rritur që duhet ta krijosh situatën, ambientin, atmosferën, dimensionin që brezat e rinj të ndjekin ty. Nëse brezat e rinj janë të dështuar, ata janë një produkt i yni, i brezave paraardhës, pra të dështuar bie që jemi edhe ne.
Dhe kjo në është fakt duket sikur kemi mënyra se si e shoh unë këtë komunikimin midis brezave dhe qasjen ndaj brezave. Bën sens, po ka një vështirësi këtu se duket sikur kemi një përmbysje të gjitha vlerave Zhak. Pra nuk dim se çfarë urash komunikimi të ndërtojmë më, se urat e komunikimit po them ndërtohen midis njërës vlerë dhe vlerës tjetër, vlerës së vjetër edhe vlerës së re. A kupton? Me kohën. Duket sikur jemi kështu me një turavrap drejt nihilizmit total dhe kjo e bën shumë të vështirë edhe atë urën e komunikimit. Jo, nuk e mendoj kështu. Unë mendoj që ka një erozion të autoritetit ose një shpërndarje të ndryshme të autoritetit. Pra, nëse deri dje, sepse epoka e internetit, hyrja e rrjeteve sociale ka ndryshuar shumë komunikimin njerëzor, njerëzit, shoqëritë, media, institucionet, politikat, qeveritë. Mendoj që ka një shision, pra një shpërndarje të autoritetit dhe nëse më përpara pika referimi ne kemi pasur shtetin, institucionet, familjen, kishën, tani nuk I kemi më këto, po kemi internetin, ChatGPT-n, influencerat, kreatorët, rrjetet sociale dhe mendoj që kjo ka krijuar një disbalans. Por them që si në çdo tjetër, si në çdo treg kaotik, në një farë mënyrë do kemi një mbigopje dhe do vetë rregullohet ky kaos që është krijuar për momentin. Pra do lind nevoja që të krijojmë një hapësirë e cila na vendos prapë në një terren. Sigurisht kjo nuk mund të ndodhë në mënyrë autonome, patjetër që duhet të ketë disa inpute. Dhe patjetër që këto inpute duhet vinë nga ato që më përpara kemi pasur pika referimi, ose këto inpute duhet të vinë nga ato institucione, ose pika, ose aktor interesi që kanë pushtet. Okej. Dhe që mund ta bëjnë këtë. Okej. Në fakt, meqense ti fole pak për Gen Z, edhe unë këtu doja që ta vazhdoja. Dhe pastaj ky ndryshimi I rrjeteve sociale, pra në median tradicionale që unë dhe ti kemi përjetuar, me cilën unë dhe ti jemi rritur, ne në një farë mënyre kemi qenë si vështrues, observator të një akuariumi njerëzor ku gjërat kanë ndodhur dhe ti çfarëdo lloj mendimi që të kesh pasur për atë gjë, ja ke thënë personave që ke pasur në muret e shtëpisë dhe ajo gjë është zhvilluar, ka jetuar dhe vdes aty brenda mureve të shtëpisë. Dhe kjo mendohet që është një komunikim jo demokratik që ti ke me media. Pra media flet dhe të servir atë që ti do dhe ti nuk ndërhyn dot, po duhet të bësh vetëm një gjë ta konsumosh. Ndërkohë media sociale, rrjetet sociale, interneti kanë dhënë idenë që secili njeri është I rëndësishëm, mund të ketë një dritare, mund të komentojë, mund të lërë një like, një koment dhe ai like-u, ai komenti fillojnë e kanë rëndësi, sepse ai like, ai komenti çfarë bëjnë? Bëjnë që publikimi të jetë viral dhe tashmë lajmet nëse në të kaluarën ti thoje një lajm I keq është një lajm I mirë sepse nëpërmjet atij do shes, tani kjo nuk ekziston më si e dhën, por thuhet një lajm viral është një lajm I mirë sepse ai lajmi hyn brenda një algoritmi të caktuar. Prandaj tashmë janë njerëzit, lajkat, mendimet e tyre, produkti janë të gjithë në këtë ballë të madhe, në këtë treg të madh ku rëndësi ka ai që do klikohet, sepse ai që do klikohet do gjeneroj para. Dhe kjo ka sjell këtë situatë kaotike dhe ato që ti thua zhvendosje, ato që ti thua vdekje të modeleve. Por unë mendoj që është një ndryshim autoriteti dhe një zhvendosje e modeleve, po jo që s'ka modele. Dhe është algoritmi shumë I rëndësishëm tani I cili të propozon ty si I ri content, përmbajtje mizogjene, raciste, homofobe, nëse ti je I atashuar në ndonjë lloj mënyre në personazhin tënd virtual në këtë drejtim dhe content tjetër nëse ti je atashuar me një drejtim tjetër. Po shiko çfarë bën kjo punë e algoritmit, është shumë interesante. Algoritmi është personal për gjithë secilin, sepse ti e ke personalisht përpara teje ekranin e telefonit, unë po ashtu Viola, çunat dhe kjo prandaj thash të propozon ty. Ato kontentin që ai mendon që ty të intereson. Ti je një djalë I gjeneratës Z që ke klikuar një herë Andrew Tate,
i cili është një influencer mizogjen që për momentin është në nënhetime për përdhunim dhe për trafikim të qenieve njerëzore, kontenti i cili do të propozohet ty në rrjetet e tua sociale do jetë ky. Dhe ti sigurisht do të ndikohesh nga ai kontent, sepse studimet në ditët e sotme e kanë treguar se sa shumë ndikojnë rrjetet sociale në shëndetin mendor dhe në sjelljet sociale ose antisociale, jo vetëm të fëmijëve apo të adoleshentëve apo të rinjve, por edhe të adultëve. Po shiko pa ku është problemi i kësaj. Mendoj unë tash, hajde ta diskutojmë. Problemi i kësaj është që këndvështrimi për botën i gjithë secilit është tejet personal. Pra është shumë e vështirë që ti të krijosh një organizëm, po them, këndvështrimesh, që të çosh përpara për shumë politika progresiste apo çdo lloj politikash, po them, sepse ti ke një këndvështrim që është krijuar nga algoritmi yt, unë kam një këndvështrim që është krijuar nga algoritmi. Që nuk është asnjëri plot i bazuar në literaturë. Pra neve nuk shohim asnjëherë të njëjtën gjë. Po. Pra, a e pamundson kjo në thelb? Dhe prandaj ka kaq shumë nën rryma të ndryshme dhe ti nuk e kupton realisht njerëzit, a janë liberal, a janë konservator, a janë të majt, a janë të djathtë, a janë të hapur, a janë të mbyllur. A e pamundson kjo aktivizmin politik, aktivizmin të cilës do natyrë tjetër. Ose nga ana tjetër, a nuk është pozitive që kemi kaq shumë këndvështrime të ndryshme? Nuk e pamundson, sepse kemi parë protestat në Filipine, në Itali për çështjen e gazës, në Peru, në Marok, në Nepal, në disa nga këto protestat organizuara nga Gjenerata Z kanë arritur që të rrëzojnë qeverinë dhe të krijojnë një qeveri të re në Discord, kështu që në Discord shumë interesante. Biles këto protestat e Gjeneratës Z po quhen si protestat arabe, pranverës arabe në vitin 2010, e njëjta gjë po quhen pra i njëjti kuptim po i jepet edhe këtyre protestave duke i quajtur pranvera e Gjeneratës Z. Ti mendon që algoritmi ka një problem real me progresin, po them? Pra algoritmi është më shumë i fokusuar tek eficienca, ta bëj diçka eficiente, ta bëj të shitshme, ta bëj të shikueshme. A mendon që i prish punë, po themi, një politike progresiste algoritmi? Po. Patjetër që po, sepse varet se kush qëndron pas algoritmit dhe cilat janë të dhënat me të cilat ushqehet algoritmi. Sikurse ChatGPT-ja im. ChatGPT-ja im është i trajnuar nga unë. Pra, me pyetje mbi të cilat unë ja ke drejtuar, trajtoj, pëlqej, lexoj, studioj, flas, diskutoj, botoj, postoj, dhe chati e di që unë jam një grua liberale. Dhe sigurisht që chati ka prirje që të jetë njësoj si unë liberal. Dhe nëse unë i bëj chatit një pyetje pa kontekst, përgjigjja që do jepet nga chati do jetë një përgjigje e cila mua do më pëlqej. Pra, një përgjigje të bazuara në vlera liberale dhe progresiste. Konteksti është ndërtuar tashmë. Eksakt, është ndërtuar gjatë komunikimit tuaj. Gjatë komunikimit tuaj, pra, është ndërtuar tashmë. Dhe nga ana tjetër, patjetër që inteligjenca artificiale, këto zhvillimet e teknologjisë janë e mirë që na kanë ardhur shumë në ndihmë, por kanë edhe ato efektet negative. Do doja të pyesja patjetër lidhur me këtë. Është ai libri Brezi i Ankthit që unë ja këshilloj të gjithëve i botimeve Pegi. Sapo kam nisur ta lexoj dhe nis me një metaforë shumë të bukur për të bërë një krahasim se si duhet ta shohim ne zhytjen në botën e internetit apo të rrjeteve sociale pa kontroll dhe pa informacion, sigurisht edhe të prindrit, sepse prindrit jemi ky brezi që nuk jemi rritur në kohën e smartphone-it, e internetit, po të telefonit klasik. Dhe thoshte krahasonte me ikje në Mars, pra vjen fëmia im në shtëpi dhe më thotë që në klasën e vet po bëj një grup fëmijësh që t'i çojnë në Mars, mirë po nuk ka informacion si do ikin në Mars, çfarë do ju ndodhi atyre në Mars, forca e gravitetit në Mars, a do ndikojë te kockat e tyre, a do ndikojë në mirëqenien e tyre, a do plaken ata organet e tyre më shumë. Dhe e njëjta gjë thoshte ajo, është edhe kjo lejimi apo lundrimi i fëmijëve të sotëm, por edhe i adultëve në botën e internetit pa kontroll dhe pa rregulla të qarta. Pra është si një udhëtim në Mars, që nuk e di ku po shkon dhe çfarë po bën. Dhe nuk e di se si do kthehet fëmia yt, nëse do kthehet mirë nga gjendja apo jo i shëndetshëm. Dhe di realisht mua më shqetëson, të paktën mua personalisht, më shqetëson më shumë aksesi që
të rriturit, adultët, ata që kanë një moshë tashmë kanë tek rrjetet sociale dhe ndodh shpesh që të bëj një krahasim mes komenteve. Bota e të rinjve është shumë mirëkuptuese dhe zakonisht shumë e sjellshme edhe tek ajo gjë që nuk bien dakord. Dhe pastaj thjesht ndeshesh me ca komente ofenduese, denigruese ndaj një personi të cilin as nuk e njeh, as nuk ka bërë asgjë në jetën tënde. Shiko, komentet janë gjithmonë një reflektim apo një pasqyrim i asaj që ne kemi brenda dhe të asaj që ne kemi jetuar. Dhe sa më i frustruar të jetë njeriu, aq sidomos pastaj i personazheve ti ndërlidhesh me atë personazhin, identifikohesh te diçka dhe nëse te një pikë, te një element, te një ngjyrim, te një deklaratë, pra ke një çast identifikimi dhe në momentin që kjo marrëdhënia imagjinare që ti ke krijuar shkëputet, ti nuk mund të jetosh sepse kjo marrëdhënie ty të ushqem, pra qoftë kjo pozitive apo qoftë kjo negative, kështu që prandaj ti e ke të nevojshme sepse do ndihesh më mirë nëse këtij njeriu të ja the të vërtetën tënde. Pra ti do ndihesh më i moralshëm, do ndihesh sikur ke bërë diçka, ke çuar drejtësi në vend, nuk e ndetur me duar të kryq pa bërë asgjë, pra ti e ke hedhur një gur në një kala e cila do ndërtoj themelët për një shoqëri të fortë. Po ndodh që atë kalan e tjetrit ta shëmbësh mbase me ato komentin, ta shëmbësh, ta cënosh. Shiko, patjetër që duhet ketë Dhe ti nuk është se i ke marrëdhënie shumë mirë me komentet që është mbështeta. Mendoj që unë e kam prekur fundin për çështjen e komenteve, sa unë gjatë kohës së Big Brother mund të merrja deri në 6.000 komente në ditë dhe asnjëri prej tyre nuk ishte pozitiv ose shumë pak ishin komentet pozitive. Ose dhe ata që mendonin pozitivisht ose e mendonin si unë kishin shumë frikë ta thonin publikisht sepse dhe ata përndiqeshin. Pra për sa i përket kësaj gjuhës së dhunës dhe urrëties në botën virtuale, e cila pastaj nuk qëndron vetëm në botën virtuale, se merja këshilla që më thonin pse nuk e heqti prizën nga laptopi jot edhe do zhduken komentet. Po jo, dhuna virtuale është edhe dhunë reale. Dhe prandaj flasim aq shumë për bullizmin, flasim aq shumë se si duhet të edukohemi, se si prindrit duhet të edukohen për të kuptuar shenjat e para, qoftë edhe të dhunës, se si të mësojnë fëmijët e tyre as të mos jenë të dhunuar, por as edhe mos të dhunojnë. Prandaj po them që gjenerata e re është më informuar, është më edukuar, ka më shumë informacion, e di se çfarë është gjuha e dhunës dhe urrëties. Gjenerata e këtyre zonjave grave në moshë që i përkasin brezit të komunizmit, as nuk e kanë idenë se sa çfarë është koha gjuha e dhunës, e urrëties, llojet e ndryshme, format e ndryshme të dhunës. Sepse atëherë ishte shumë e normalizuar, kam përshtypjen. Sepse atëherë ishte normalizuar, kështu që nga një anë të vjen keq, nga ana tjetër ti e kupton që edukimi është e vetmja forcë dhe formë në cilën shoqëria mund të ndriçohet edhe duhet mshuar fort tek edhe tek ky komunikimi ndër brezave, ndër breznor, por edhe tek forma të ndryshme alternative të edukimit, sepse edukimi nuk është vetëm të informosh dikë, por edhe ky debati që ne po bëjmë është një debat edukues, edhe kjo quhet edukim, pra ka forma të ndryshme të edukimit dhe ne duhet i mshojmë fort atyre formave të edukimit dhe atyre modeleve të cilët le themi japin mesazhe pozitive, të balancuara dhe jo ekstreme. Më bën një pyetje në një podcast tjetër dhe më pyetën ka ndonjë figurë në Shqipëri nga këto analistët ose opinionistët që ti kur e dëgjon e beson plotësisht. Dhe nuk ma kishin bërë ndonjëherë si pyetje, më pëlqeu shumë si pyetje dhe po e mendoja dhe e thash jo, sepse mbas një farë kohe ti ndoshta kjo vjen edhe me mosh, i njeh ato konjunkturat, i njeh atashimet, i njeh lidhje, ndërlidhje, interesat dhe çdo personazh ose individ që ti nga larg e respektuar pikërisht shmitizohet dhe çdo fjalë që këto persona thot i kalon një site dhe një filtri jashtëzakonisht shumë serioz. Pse e tha, kujt ja tha, kush i tha që ta thot, çfarë efekti do ketë kjo gjëja që tha. Se duhet thënë në momentin e dur tek emisioni i dur. Zhak, cila është gjëja më e çuditshme ose më që të ka habitur më shumë që e ke dëgjuar për veten, thënë nga dikush tjetër? Me thënë drejtën tani jam në një periudhë që
Nuk e kushton fare rëndësi. Jo, pikërisht se kur prek fundin prap, pastaj kur ti rilind përsëri, çohesh, vazhdon jetën tënde normalisht, nuk të bën më asnjë gjë përshtypje, sepse ke arritur kulminacionin dhe pastaj çdo gjë mbas asaj nuk ka më asnjë lloj kuptimi. Dhe kështu që për mua çdo gjë që dëgjoj për veten nuk e ka më asnjë lloj kuptimi, kështu që asgjë. Se e thenja dy herë, ke prek fundin. Çfarë do të thotë në kuptimin metaforik, në kuptimin metaforik, pra kur ti je në pikën tënde më të ulët për shkak të narracionit që është krijuar për ty, për shkak të perceptimit që njerëzit kanë krijuar për ty, që ti je një njeri i keq, një njeri agresiv, që ti nuk e do dashurinë, që ti nuk i do çiftet, që ti je një njeri i degeneruar. Pra i gjithë ky narracion që ti si njeri që mban qëndrime, flet më shumë se ç'duhet, je më agresive se ç'duhet, je më e zëshme se ç'duhet, se kur je grua dhe mban qëndrim, në përgjithësi duhet ketë edhe një metodë se si ta japësh të qëndrimin tënd në shoqëri, sepse nëse ti ke më shumë patos se sa ç'duhet, ai patosi bezdis. Duhet ta japësh me elegancë. Ja, po ta themi ne këtu që je shumë e këndshme, realisht. Faleminderit. Dhe nuk merret asnjë me atë që the ti, po merren të gjithë me mënyrën se si e the ti. Dhe kështu që unë në këtë kritik, pra në këtë vështrim kritik, unë kisha arritur, isha në pikën time më të ulët, kisha notat e mia më të ulta. Dhe mbasi ti e kalon këtë, pastaj nuk të bën më përshtypje asnjë gjë që ti të thuhet për ty apo shkruhet për ty, thjesht vazhdon. Quhesh i rrahur me vaje me uthull ndryshe. Shiko, për të rikthyer gjithë ato vedave. Brita! Ka vërtet që ta mbyllim këtë temën e dhunës. Muhabetin dhunës e mbyllim dot. Po nuk u fol për këto çështje si do i zgjidhim pastaj se është gjenerata e re, është diferencë. Duhet të flasim për të çështje, të dekonstruktojmë këtë çështje, të zbërthejmë, dhe vetëm nëse i zbërthyem dhe i ndajmë në copëza të vogla dhe trajtojmë të gjitha copësat me seriozitet, ato zhduken. Shiko, për të rikthyer edhe një herë te Gen Z-ja, por që pastaj të vazhdojmë edhe ta ngrem, po them, diskursin mbi të drejtat e njerëzit. Po. Në tërësinë e tyre. Po. Kjo Gen Z-ja, patjetër që janë fantastik, janë shumë të mirë, ja e kam vjollë të përpara. Thuaj ndonjë fjalë të keqe, po pse guxoj unë ta bëj? Po çfarë thua? Mirë, po në këtë rebelizmin e tyre që është shumë legjitim, shumë i drejtë, shumë i kuptueshëm, ndodh ndonjëherë që të shkojmë përtej po them përtej disa normave që ne të tjerët ndoshta i mendojmë si të paprekshme që lidhen me, po them, me të drejtat e njerëzit, pra përqafojnë ekstremin në këtë sens. Është formë rebelizmi, patjetër, është formë e shprehjes së një frustrimi që atyre u vjen nga një, pse jo, le ta themi, nga një shoqëri dhe nga një klasë politike që i ka lënë totalisht, po them, në mëshirë të fatit, totalisht e papërgjegjshme, dhe unë këtë gjë e kuptoj. Po si e shefti, pra ku është gabuar që një pjesë e Gen Z-s janë tashmë shumë ekstrem, janë ekstremizuar? Domethënë kanë qëndrime të shekullit të 19 sa i takon të drejtave të njerëzit. Janë si boomers edhe më konservator. Një pjesë e tyre. Një pjesë gjithmonë, një pjesë. Të dhënat, pra janë homofob, racist, ksenofob, mizogjin. Po thonë që të rinjt, kryesisht të bardhë, se edhe kjo duhet thënë, sepse të dhënat nuk i referohen vetëm Shqipërisë, sigurisht i referohen vendeve të cilat si fillim studiojnë, pra kanë qëllim të kenë të dhëna dhe pastaj mbi këto të dhëna dhe data të bëjmë politika. Ne në fakt kemi mungesë të dhënash. Nuk kemi ne ky shtet. Dhe të dhënat thonë që në krahasim, biles është një artikull i The Economist që është botuar vitin e kaluar, në cilin ato kishin bërë një studim mbi 20 shtete në 20 vitet e fundit, zgjedhjet, rezultatet e zgjedhjeve dhe dallimi i zgjedhjeve dhe i mënyrës se si votojnë të rinjt, sidomos kjo fasha 19-25, dhe ajo që u vëre është që burrat apo djemt rezultojnë të jenë shumë më konservatorë se sa gratë, dhe në krahasim apo në ndryshim me 20 vite më parë, në të cilën burrat votonin majtas dhe gratë djathtas, sepse gratë ishin më konservatore, qëndronin në shtëpi, kishin më pak të drejta, ishin më besimtare. Pra, politikat konservatore i përqafonin me lehtësi sepse ishte jeta që bënin, dhe burrat sigurisht donin më shumë liri, më shumë drejta njeriu, pra
votonin majtas. Mbas 20 vitesh ndryshimi është që kemi një rritje të pothuajse 30%, 27% të grave të reja, të cilat votojnë majtas, pra në politika më liberale, të bazuara tek liria individuale, të drejtat e njeriut, tek ndihma sociale, pra te një shtet social, ndërkohë që burrat shumë më konservator kanë shkuar në ekstremin e djathtë dhe janë pikërisht siç thua ti, ksenofob, racist, homogjen, mizogjen, homofób, mizogjen, mizantrop. Kështu që pse mendon që ndodh kjo në këtë kohë? Kjo ndodh një gratë. Çka ka shkuar keq? Ku ka shkar muhabeti? Një gratë majtas, sepse në 20 vitet e fundit gruaja është më aktive në tregun e punës. Pra, gruaja doli nga muret e shtëpisë dhe filloi të jetë më aktive, filloi të jetë më e pavarur ekonomikisht, filloi të shijoj lirinë individuale dhe fal rrymave dhe si feminizmi, filloi të bëjë një jetë më të barabartë me atë të gjinisë tjetër. Ndërkohë që në 20 vitet e fundit, krizat që kanë ndodhur në botë, por më edhe më shumë se 20 vite, po flas për 20 vite duke ju referuar këtij studimi për cilin unë fola, krizat ekonomike, krizat politike, kjo mungesa e një bashkëpunimi linear midis studimeve dhe tregut të punës, kriza monetare, kanë bërë që dhe ndryshimi grave, ndryshimi shoqëror kanë bërë që burrat të ndihen më të pasigurt, të ndihen më të friksuar për pozitat e tyre, për humbjen e pushtetit, për të ardhmen e tyre, duke i bërë ato më konservator dhe kjo është një shfaqje e një historie që përsëritet, sepse po të shohim historinë e Europës midis dy luftrave botërore, pra në vitin 29-30 dhe më pas me lindjen e fashizmit, kemi një situatë mjaft të ngjashme ku ti ke humbur besimin te institucionet, te politika, tek shteti, tek ekonomia, tek politikat ekonomike, ti je i varfër dhe pa para dhe ke një nevojë për një riformatim të vlerave dhe riformatimi i vlerave bëhet gjithmonë tek pater, tek shteti, tek forca mashkullore dhe një rikthim te traditat në bazë tek ato vlera të së kaluarës te të cilat ne ndihemi të sigurt. Po themi që kjo prirje konservatore një gjë që ka ndodhur është gjithashtu që në 20 vitet e fundit politikat liberale duke investuar kaq shumë tek gruaja, te emancipimi i gruas, te zhvillimi i gruas, fuqizimi i gruas, sepse një shoqëri e cila ka që gjysmën e saj e ka të debilituar, e ka jo aktive në tregun e punës, sigurisht nuk është, pra, jo barazigjënore, nuk është një shoqëri e cila do zhvillohet edhe do prodhoj, sepse shoqëritë të tilla nuk prodhojnë. Prandaj në 20 vitet e fundit ne jemi fokusuar te gruaja, por kemi harruar të trajnojmë edhe burra, duke i mësuar ata se si është të jetosh në këtë shoqëri të re, ku rolet gjinore nuk janë më aq binare apo dikotome sa kishin qenë me kufi shumë të qartë, ku gruaja di çfarë do, di çfarë nuk do, ku gruaja është e pavarur ekonomikisht dhe ku gruaja nuk martohet sepse ka një nevojë për të mbështetur ekonomikisht, për të mbështetur socialisht, për të mbështetur për të qenë e mbështetur, por zgjedh të martohet me ato që e bën të ndihet mirë, sepse këto gratë e reja janë më të vetëdijshme pra, dhe martohet më vonë dhe gjithashtu kur martohet më vonë ose kur vendos të mos martohet, mund edhe të mos vendos të lind. Ja, është e drejta e saj. Dhe kjo është ajo që trupi i gruas i përket gruas. Po, por kjo është ajo pastaj që sjell këtë debatin me konservatorët, të cilët ideologjia apo politika që i servirin gruas në vitin 2025 mbas gjithë këtyre ndryshimeve, është një politikë e cila e sheh gruan vetëm si nën brenda mureve të shtëpisë, duke ju shërbyer pra familjes, kombit, burrit, po jo vetë. Në fakt e shes si shërbëtore. Të sjell një rast konkret. Tamam. Duke shërbyer, pra shërbëtore. Po të sjell një rast konkret nga puna ime tjetër, ku po ashtu jemi aktiv në rrjetet sociale, edhe ishte një video e një zonje e cila fliste për
vajzat në timon. Dhe ajo e tha me krenarin më të madhe nga eksperienca personale që janë më të kujdesshme. E kam parë këtë video. Dhe kam parë edhe komentet poshtë, po. Komentet. Se ti ke qenë tek ai emisioni? Po, e kam parë, u bë virale. Komentet që gjeta aty poshtë, vitin 2025 dhe më bëri shumë përshtypje. Jo vetëm për timon, po ju edhe kuzhinën e keni harruar. Shko mbaj vendin kuzhinë. Gjithçka lidhej me këto punë të shtëpisë brenda mureve. Po, ama kuzhinierët më të mirë në botë janë burra. Kështu që kuzhina i përket burrave mendoj. Është vendi i tyre. Ata janë të mrekullueshëm, fitojnë çmime në botë. Mua më vjen shumë e di që mua më pëlqen të gatuaj. Mendoj që ju jeni shumë të talentuar në gatim, burrat. Dashuria vjen nga stomaku, thon zakonisht. Unë mendoj që kuzhina është më e bukur kur ka një burr aty. Po ajo çfarë sidomos kur gatuan për një grua. Kur gatuan, të gatuaj për të gjithë, se s'do them, nuk kam diferencë gjinore. Është shumë romantike, a për një burr apo për një grua, s'ka problem. Gjithmonë ushqimi i mirë është i mirë pritur. Ka edhe një keq kuptim të feminizmit që është interpretuar her pas here si një luftë mes gjinive. Jo, shiko, e di pse interpretohet si luftë midis gjinive, sepse mendohet që feminizmi është e kundërta e maskilizmit. Dhe maskilizmi është e përsi e burrave ndaj grave. Ndërkohë që feminizmi është barazi gjinore, të drejta të barabarta, jo sepse burri dhe gruaja biologjikisht janë të barabartë. Sigurisht jemi të ndryshëm, ama si qenie shoqërore, si qenie sociale dhe si kontribut social që ato japin, ata duhet të jenë të barabartë, pra në të drejta, në mundësi, në oportunitete, ndërkohë në tregun e punës sot për shembull, po gruaja është pjesë e tregut të punës, por ndasia e pagave midis burrit dhe gruas shkon deri në 4.9%. Po kemi një përmirësim vitin e fundit, po ka ende dallim midis mënyrës se si trajtohet një grua në tregun e punës, respektohet një grua në tregun e punës, paguhet një grua në tregun e punës. Pozicioneve të gruas në tregun e punës. Po ika nga ajo pyetja se tani po dërgësoj edhe po. Po këtu jemi të lirë të flasim për gjithçka, kështu që në fakt mund të kalojmë nga njëra temë në tjetrën. Ne burrat nuk kemi pak të drejtë ndjehemi çik të mërzitur për këtë 20 apo 30 vjeçarin kur gratë kanë jo vetëm që jo, më fal se më rikthye se e kava se po flisim për feminizmin. Dhe ajo që doja thoja dhe po pastaj ndoshta më thuaj nëse jam në temë ty me pyetjen tënde. Dhe feminizmi nuk është e kundërta e maskilizmit dhe matriarkati nuk është e kundërta e patriarkatit. Pra, nëse për shembull patriarkati ka një sistem linear dhe autoriteti vjen nga lart poshtë, pra nga pater familja te pjesëtarët e tjerë të familjes, matriarkati është cirkular, pra të drejtat janë të barabarta dhe të gjithë duhet të qëndrojnë mirë dhe të kenë pushtet dhe të bashkëpunojnë. Pra, është kjo fryma e bashkëpunimit, e dashurisë për të tjerët. Ndërsa, për sa i përket feminizmit, feminizmi nuk urren burrat, feminizmi urren sistemin e patriarkatit, i cili është një sistem shumë mirë i strukturuar, prej mira shekuish, i cili dënon gratë mbi të gjitha, i trajton si shërbëtore, por edhe burrat, sepse edhe burrat brenda këtij sistemi kanë pamundësi për të treguar emocionet e tyre, për të qarë, për të gatuar, ndihen të mënjanuar. Nëse ndihen dënuar nga ana tjetër, është faji patriarkatit. Ne kuptoj. Okej. Dhe sa herë që një pjesëtar ose një grupim shoqëror fiton disa të drejta, me këtë nuk kuptojmë që të tjerët që kanë të drejta do ju mbasin ata të drejta. Kjo sistemi në të cilin ne kemi jetuar deri tani nuk ka qenë një sistem i barabartë. Pra ka qenë një sistem në të cilin burri ka më shumë pushtet, më shumë mundësi, ka të drejtë të vendos, ndërsa gruaja ka qenë qytetare e kategorisë B, se deri para 20, 30, 40, 50 vjetësh, gratë as nuk studioheshin, as nuk mund të votonin, nuk mund të zgjidhnin burrin me cilin të martoheshin, nuk mund të zgjidhnin religionin e burrit me cilin mund të martoheshin, nuk mund të hapnin një llogari bankare. Kështu që nuk mundet as të votonin dhe ti kur nuk voton, më fal, nuk je as qytetar aktiv, pra nuk ekziston as për institucioni dhe për shtetin. E kuptoj, ta sjell pak argumenti kështu ta bëj bazik fare. Pa e komplikuar. Po mirë, a nuk dikton biologjia? Pra fakti që ti si grua ke tjetër konstrukt anatomik dhe të tjera funksione biologjike nga unë si burr. Ndikon për çfarë? Po ja, për shkak për një punë të rëndë, po. Po sjell argumentin që burrat kanë masë muskulore më të madhe. Kjo është e thjeshtë, është dihet. Dhe rrjedhimisht janë, po them, të përshtatshëm që të kryejnë punë fizike më shumë.
Gratë durojnë më shumë intensitetin e dhimbjes se sa burrat. Pra kanë prirje që të durojnë edhe të bëjnë punë në të cilat të dhimbja është e lartë, ato janë më të afta se sa burrat. Më pëlqeu si argument. Nuk e kisha menduar këtë gjë. Domethënë kur vinte puna te këto argumente, Zhak kisha menduar thjesht këtë që gratë janë më të durueshme psikologjikisht, po këtë aspektin e dhimbjes nuk e kisha menduar, sepse jam burrë dhe si kam provuar ca gjëra. Edhe ka ca eksperimente sociale shumë interesante që lidhen me provën e dhimbjeve të ciklit. Që burrat nuk e durojnë dot fare, por edhe lindja. Po, duhet jetë të mërshme. Me sa kocka të thyra të një burri. Është një shkallë e intensitetit të dhimbjes dhe që ndërlidh edhe disa pasoja, pra dhimbje nga disa sëmundje të ndryshme dhe gratë janë ato që durojnë më shumë. Nga ana tjetër gruaja e ka, po e them kështu thjesht, e ka të rregulluar jetën e saj në bazë të cikleve biologjike që është për shembull ai lindjes, i edukimit, rritjes së fëmijëve. Ndërkohë që burri duke mos e pasur këtë, thuhet që është më i disponueshëm që të punojë me kohë të pandërprerë, kështu që automatikisht fiton avantazh në tregun e punës, sepse nuk shkëputet nga puna. Po, prandaj ne duhet flasim gjithmonë më shumë për punën e papaguar të grave, që ishte edhe pjesë. Më pëlqen. Pjesë e këtij projekt ligji. Pra gruaja punon vazhdimisht, nuk është se gruaja punon gjatë gjithë kohës, merret me fëmijët, ajo që bën artizanate, bën pazarin, gatuan për shtëpi, pra nëse se një burr kur gatuan në restorant i e paguan, një rrogë, një grua kur gatuan në shtëpi. Një grua bën babysitter, gatuan, pra është guzheniere, është ajo pastruesja që vjen edhe për të hekurosur dhe për të pastruar, bën shoferen, se çon fëmijët, merr fëmijët i çon nëpër kurse, bën pazarin, kujdeset për gjyshin, për gjyshen, kur janë të smur, ikën në spital, i gatuan. Punë me kohë të plotë. Domethënë janë 5 profesione që i bën kjo gruaja. Dhe nëse ne do bënim një analizë të sa do duhet ta paguanim ne këtë grua, unë mendoj që kjo vlera do ishte goxha e madhe. Kështu që kjo është një mënyrë shumë e mirë që ne të gjejmë një balans midis asaj që folëm përpara, pra jetës aktive në punë profesionale dhe jetës private, një mënyrë shumë e mirë në të cilën njerëzit do merrnin frymë dhe do qëndronin më shumë me fëmijët e tyre, qoftë burrat apo gratë, se kështu bën shoqëri të shëndetshme. Nëse prindrit kalojnë kohë cilësore me fëmijët e tyre, sepse ato momente janë momente edukimi, sepse prindi është mentori i dur, është ai që i mëson çfarë është e mira, çfarë është e keqja, çfarë është privatja, çfarë është publikja, etj. Dhe ne do kishim vetëm përmirësime pra nga kjo shoqëri me të drejtat të barabarta me barazigjinore. Sepse një nga shqetësimet e burrave është që kjo lloj barazigjinore po pamundson dhe po pakson gjithmonë më shumë sferat ku burrat mund të shprehen. Ky është shqetësimi i madh, do të thënë po e pushtojnë gjithçka gratë. Unë nuk mendoj që është e tmerrshme, mendoj që është shumë e bukur. Më në fund, gratë, domethënë për shekuj të tëra, veprat e tyre duhet i firmosin me anonim. Pra anonimi është grua, ka qenë gjithmonë grua, ndërsa më në fund tani po janë më të zëshme, po kanë më shumë hapësira. Ndonse sado që ne na duket sikur gratë kanë zaptuar me të dhëna, me data që janë të rëndësishme, sepse ato duhet ta krijojnë perceptimin e vërtetë të gjendjes së një shoqërie. Nuk jemi ende të barabartë. Pra ka ende disbalanca shumë të mëdha në të gjitha drejtimet, pra në të gjitha dimensionet që e bëjnë individin atë që është qytetar, por edhe të jetës shoqërore. Do doja të ndaleshim për të komentuar një gjë që mua më ndodh ta dëgjoj shpesh nga vajzat. Vajzat që zakonisht shkojnë bëjnë date, po ku ka më sot çunat janë bërë si princesha. Nuk e di në të ka ndodhur. Bravo Viola. E shoh edhe unë këtë të shkruar shpesh. Shiko, kjo idea e ekstremizmit dhe vlerave dhe të traditës, këtyre modeleve që janë krijuar në Shqipëri, pra ky modeli shumë femëror dhe shumë feminil i gruas, që duhet jetë e dëshirueshme, dhe ky modeli shumë macho dhe mashkullor dhe mashkull alfa dominant i djemve. Dhe nëse ti nuk përkon me këto modele që kjo shoqëria jonë shqiptare ushqen kaq shumë, ti nuk je në zonën in, nuk je modern, nuk je pjesë e kolektivit,
edhe nuk je pjesë e masës dhe ka diçka që nuk shkon me ty. Dhe në një Shqipëri fatkeqësisht për mua ende shumë konservatore dhe tradicionale, është e vështirë të dalësh kundra rrymës dhe është e vështirë të dalësh kundra rrymës edhe kur je i ri. Po megjithatë, nëse unë dal në një date dhe djali paguan faturën, a më bën mua kjo të humbas të drejtat e mia si vajzë në shoqëri? Shiko, eleganca dhe kavaleria nuk kanë të bëjnë me barazinë gjinore dhe nuk mendoj që janë dy tema që duhet të shtrihen së bashku apo duhet të krahasohen së bashku. Po shpesh herë ngatrohen me njëra tjetrën. Nuk ngatrohen sepse ka dëshirë për të ngatruar apo ka dëshirë për të nuancuar tematikat apo për të ulur dhe zhbër feminizmin apo për të viktimizuar djemt edhe burrat. Pra, unë them që po, është e vërtet, ne djemt edhe burrat nuk i kemi mësuar, trajnuar, informuar që në këtë shoqëri të re ku gruaja është e pavarur, ajo do qaset dhe do sillet ndryshe me ty, sepse nuk do jetë më ai njeriu i bindur që do ri brenda 4 mureve dhe nuk do të ketë më kërkesa kundrejt teje. Gratë sot që janë më liberale, më progresiste, më të edukuara, pra edhe nëse shohim të dhënat, përsa i përket studimit dhe arsimimit, shohim që vitet e fundit ka një rënje në arsimim të djemve dhe burrave dhe ka një rritje në arsimim të vajzave dhe grave. Dhe kjo vlen edhe për vendin tonë dhe çdo sjellje e mirë shoqërore ose antishoqërore rrjedh padyshim nga e dhënat e që ka të bëjë me arsimin. Ky është një problem ekonomik në thelb. Po, patjetër. Socioekonomik, rënja e nivelit të edukimit tek djemtë dhe burrat ka përshtypjen sepse ti nëse unë do i kesha falë edhe një herë. Janë të detyruar që të fitojnë bukën e gojës. Pyetjes tënde në fillim ka ndryshuar modelet. Ajo çka shohun në Shqipëri nuk është është një kështu zhbërje e qëllimshme e disa pilarëve shumë të rëndësishëm që një shoqëri qoftë edhe kaq primitive sa kjo e jona duhet ketë. Pra drejtësia që duhet funksionojë patjetër, shëndetësia që duhet funksionojë patjetër, arsimi që duhet funksionojë patjetër dhe nuk do ndalem te media, po do ndalem te bujqësia, sepse bujqësia për Shqipërinë është shumë e rëndësishme. Dhe mendoj që niveli sektori bazë ekonomik është gjëja më kryesore e ekonomisë që kemi. Më duket se për momentin në vendin ton këto 4 sektor janë të përdhunuar dhe të copëzuar me qëllim dhe sigurisht që mbas kësaj zhbërje të këtyre 4 shtyllave të rëndësishme, situata do jetë kjo që është. Zhak, më lejoj që të vim të flasim për një temë që është sa e mistershme, sa flitet nëpër tavolina, po aq edhe plagë shoqërore. Duhet flasim. Ai bëra shumë serioze. Shumë na futen në gjendje tani. Po nuk e di si të flas ndryshe për fenomenin e Luri kështu për astrologji, magjia e zezë. Nuk e di si të flas ndryshe. Magjia e zezë. Nuk e di Zhak. A beson by the way? Ai është jo supersticioze. Se ti fole për emancipimin e gruas, të drejtat e njeriut, po ato janë po them arritje të një pjesë të Evropës Perëndimore, ndërsa këtu në Shqipëri, të një pjesë të Evropës Perëndimore, jo të gjithë. Ndërsa këtu në Shqipëri situata paraqitet ndryshe dhe ne duhet flasim për ato fenomene që i takojnë Shqipërisë. Dhe unë e bëra këtë hyrje dramatike sepse realisht nuk di se si ti qasem fenomenit të eskortave. Dhe kur flas për eskorta, nuk e kam fjalën vetëm për ato vajza dhe gratë të cilat vinë nga jashtë, që ka pasur raportime mediatike të shumta dhe që janë qartësi në shkelje të ligjit, patjetër. Po e kam fjalën për eskortimin si dukuri socioekonomike në shoqërinë, si punë në shoqërinë ku jetojnë. Është brendizuar. Pra, jo vetëm nga të huajt, po dhe nga gratë dhe vajzat, edhe djemtë dhe burrat, me raste pa çka se më rrallë, shqiptar në media, në institucione, në politik, ecë edhe vëri emër tjetër. OnlyFans ka sjell një trend që ka brendizuar pra punën e seksit, duke i dhënë profilin e një pune të vërtet, e një pune ku ti je gjithashtu produkti në këtë merkato shumë të madhe dhe mund të monetizosh veten tënde. Ama prostitucioni ka qenë një punë mirë fjalë. Veten tënde. Dhe në një vend, sepse shpesh herë sigurisht që unë kam qenë në kontakt me vajza që mund kenë OnlyFans, që kam punuar si punojnëse seksi, që punojnë ende si punojnëse seksi, patjetër me punën që bëj, me temat që trajtoj, dhe patjetër që
për të arritur po bëj pak retromarsh duke thënë që se jam duke folur fare për këtë, po ti vazhdo. Nuk Jo. Okej. Jo, un po hy te kodi i ri penal. Kështu që po të dëgjojmë edhe për të kthyer pak se ndoshta duhet të ndalemi që nga zanafilla e këtij problemi për të ardhur deri tek ditët e sotme. Jo, un po bëj një udhëtim në mendjen time, të logjikës time për të folur për gjithë problemin. Sepse kur flasim për prostitucion ose për punën seksuale, sot që në vitin 2025 ka aq shumë edhe mjetet të cilat ne mund t'i përdorim, puna seksuale patjetër që është zhvilluar dhe ka shkuar në nivele jo klasike, jo tradicionale. Ka punë ku është shumë ndarë mirë në sektorët e saj, indoor, outdoor, në bazë të një agjencioni apo solo, online, offline. Pra, është një punë shumë mirë e strukturuar. Sigurisht në disa vende të botës patjetër që ka një regulator që mund të dekriminalizoj ose mund të legalizoj. Prandaj duke u nisur nga kjo, pastaj do vi sigurisht problemet sociale e ekonomike, sepse ky është një problem social dhe ekonomik. Por duke u ndërlidhur me ligjin, dua të kthehem te kodi, te drafti i ri i kodit penal, që propozon dekriminalizimin për cilin unë jam dakord dhe në një nga ato nenet parashikon legalizimin për cilin unë nuk jam dakord. Dua patjetër. Se më bëre lëmsh tani, si ishte kjo? Je dakord për dekriminalizimin? Po nuk jam dakord për legalizimin. Pra mos konsiderohet si një vepër penale. Po vazhdoj logjikën time, duke përmendur të gjitha këto rastet e punonjësve të seksit, të vajzave të reja, jo vetëm shqiptare, po sidomos nga vendet e Amerikës Latine, të cilat merren, gënjen, mashtrohen, ndoshta vinë edhe vetë, ndoshta ju bëhet oferta për punë edhe alternative, jo domosdoshmërisht për të punë, po ndoshta dhe janë të informuara që do vinë për të punë, të cilat për momentin shfrytëzohen dhe patjetër që shfrytëzohen nga grupe interesi që kanë pushtet edhe mendoj që janë të ndërlidhura me institucionet, prandaj unë i friksohem legalizimit të punës së seksit, sepse mendoj që në epokën në të cilën jemi, në cilin puna e seksit është online dhe offline, secili njeri që do ta bëj këtë punë mund të jetë zoti vetes dhe të kërkojë dekriminalizimin ose legalizimin individual, po jo në kuadër të një shtëpie apo të një strukture më të madhe, duke rritur shanset për trafikimin e qenieve njerëzore. Pra ti po thua që mos jetë në varësi të një institucioni, por të jetë personale e gjitha. Nëse do të punosh në për mendimin tim ashtu duhet jetë. Dhe kjo edhe për shkak të intervistave, bisedave që unë kam bërë me ato që sot janë punonjëse seksi dhe që unë njoh dhe i pyes si operojnë, si veprojnë, pse e bëjnë. Patjetër që arsyeja pse punonjëset e seksit janë punonjëse seksit janë arsye monetare. Pra që kanë të bëjnë me nevojën për të bërë një punë, patjetër një punë e cila të jep para në mënyrë shumë të shpejtë. Pra me një mungesë të kodit të punës dhe të kodit të etikës dhe të profesionalizmit që një punë në zyrë ka, ndryshe nga kjo punë që për mua patjetër është punë, dhe nëse ti pyet këto vajza të reja që a do ta bënin ato një punë tjetër dhe a do të largoheshin ato nga kjo zgjedhje që kanë bërë dhe nga ana morale i ndjen ato, i rëndon ato kjo zgjedhje. Çfarë thon ato? Dhe përgjigja që unë marr dhe po i bie kaq gjatë sepse mendoj që kjo puna e seksit ose puna e punonjësve të seksit duhet të drejtohet nga sindikata të punonjësve të seksit, të cilat duke qenë në terren dhe duke qenë në vetë të parë profesioniste, e din shumë mirë se cilat janë rreziqet dhe se si duhet ne të funksionojmë, të gjejmë një regulator që ky fenomen i cili ekziston, është një fenomen që ekziston, ose të ulet, ose të
organizohet në mënyrë që ne të kemi si synim mbrojtjen e individit. Sepse për shembull mund të ndodhë që një vajzë të jetë e kërcënuar fizikisht dhe ti nuk merr dot policinë sepse ti je duke bërë veprimtari të jashtëligjshme. Po, nuk është legale, kështu që detyrimisht pati mendoj që ti këto gjëra i kupton. Domethënë ju të dy, nën kuptimet që un kam. Dhe çfarë thanë vajzat, po? Kur më ka ndodhur, po para një jave po bisedoja me njërin dhe po e thoja se si mund të bëjmë ne një rrëfim ku zëri është i maskuar, pikërisht për të folur se çfarë mendojnë ato për këto ndryshime që do ndodhin në kodin penal dhe si janë këshillat e tyre. Dhe nëse ti pyet ato, nëse ju do ndronit punë, nëse ti i ofron njerëzve disa zgjedhje, ato ndoshta do zgjedhin dhe diçka më të mirë për veten e tyre sipas teje, sigurisht, sepse ndoshta perceptimi i atyre mund të jetë ndryshe. Po kur ti këtyre njerëzve nuk i ofron asnjë zgjedhje, pra për të jetuar me dinjitet, për të pasur një punë, për do thuash ti edhe unë punoj, unë i bëj 2 punë, po nuk duhet hyrë në detaje. Jo, pa hyrë në detaje, qëndrojmë raste. Ndoshta ato do zgjedhin më mirë nëse do kishin mundësi për të zgjedhur më mirë. Me këtë gjë unë nuk jam duke thënë ose duke promovuar pra ju vajza merrni tani dhe punoni të gjitha eskorta, qoftë në një niveli të lartë, qoftë në niveli të ulët. Jo, nuk mendoj që ajo është gjë më antifeministe që ti mund t'i bësh vetes tënde. Sepse feminizmi ka të bëjë me pranimin e vetes, respektin e vetes, me mundësinë për tu vetë vendosur, me mundësinë për të qenë e pavarur, me mundësinë për të qenë profesionist, me mundësinë për të pasur një status, me mundësinë për të pasur një rol që ndikon në shoqëri dhe jo duke jetuar në kufi ose pothuajse në kufi të asaj që shoqëria konsideron e pranueshme dhe e papranueshme dhe ti të stigmatizohesh në vazhdimsi. Por në këtë erozionin e autoritetit që ka ndodhur në vendin tonë, që unë të thash, në këtë erozion, ne nuk kemi më pika referimi familjen, kishën, institucionet, politikën, sepse ato nuk na japin më alternativa, zgjedhje, por kemi internetin, ChatGPT, këto creators, këto modele, që mund t'jenë apo jo eskorta, të cilët na propozohen si modele suksesi për shkak të paras që arrin të bëjnë, sepse në botën në të cilën kapitaliste, neokapitaliste, postkapitaliste, quaje si të duash, në të cilën ne jetojmë, paraja është mjeti që ka rëndësi, sepse lajmi viral, algoritmi është para. Po, e vërtet. Kështu që nuk e di nëse e kuptove gjithë rrotullimin logjik që bëra. E kuptova të gjithë rrotullimin logjik që bëre dhe s'ka mbaruar dhe nuk ka mbaruar. Ti mendon që ishte gjatë, po unë s'ka mbaruar akoma, po përpara të shkojmë tek librat e javës nga leximtari dhe rikthehemi për të vazhduar me zhakun. Përshëndetje shikues të Kinotekës. Sot do ju prezantoj me 5 librat më të shitur të leximtari për këtë javë. Libri i parë, Teknofeudalizmi nga Yanis Varoufakis. Kryevepra nga Belinda Aleksandra. Napoleon Hill, Mendo dhe bëu i pasur. Të poshtëruarit nga Lea Ypi. Petro Marko, intervistë me vetveten. Këto libra i gjeni te leximtari, te libraria në Ring Center ose mund t'i porosisni edhe online në rrjetet tona sociale, gjithashtu edhe tek faqja jone e webit leximtari.al. Po ju lë në shoqërinë e Gonit edhe Violës. Mirupafshim. Ku e lam e ku na mbeti. E lam tek eskortat. Megjithatë ti po flisje për një aktivitet që patjetër tani është i palikshëm dhe me kodin e ri penal do të dekriminalizohet, po unë në fakt i kisha fjalën për një dukuri shumë të gjerë se kaq. Për dukurinë e atyre vajzave grave ose dhe djemve dhe burrave, paçka se në numër më të vogël, të cilët kanë kthyer këtë në një aktivitet ekonomik të promovimit të tyre, të statusit social, të një vendi më të mirë pune dhe jo thjesht një nevojë ekonomike bazike, siç mund ta bëjnë rasti i këtyre që ti përmende, para se të shkonim në Janë të gjitha bashkë, nuk e shoh kështu si thua ti, vetëm i shoh të gjitha bashkë të gërshetuara njëra me tjetrën dhe prap do kthehemi te ky sistemi, domethënë i shumë kaotik shoqëror në cilin ne po jetojmë, ku e kaluara dhe e ardhmja përballen dhe nuk po gjendet një ekuilibër.
Pra, ky sistemi patriarkal me role gjinore, burr grua shumë të ndara, shumë konservatore, ku pushtetin e ka burri dhe burri duhet jetë i fort, ky modeli i burrit pra macho alfa i pasur që duhet të mbështes ty, duhet të kuptoj ty, dhe kjo gruaja shumë femërore, shumë feminile, shumë e bukur, e cila duhet jetë e bindur, e qetë, të flasi but, dhe janë këto dy modele që kanë bërë të rinjt që të mendojnë që ky pasurimi i shpejt duke emigruar dhe duke bërë punë edhe kriminale, ty do të japi një status në shoqëri, dhe duke pasur statusin në shoqëri do kesh respektin dhe do shërosh ndoshta dhe ato trauma dhe ato plagët që ti ke si fëmijë me të cilat je rritur, dhe për vajzat vlen e njëjta gjë. Në familjet shqiptare thuhet dhe që burrat nuk ka problem pra që burri im, djali im të shkojë në burg, sepse ai e bëri për siç thonë gjithë familjen, për të mbajtur familjen, për një jetë më të mirë, ai emigroi, ai sakrifikoi, pra në fund të ditës ai e tregoi veten burr. Ndërsa vajza jo, patjetër, sepse vajza duhet jetë e moralshme, sepse morali vajzave qëndron, apo morali familjes qëndron mes këmbëve të gruas. Por, ajo që vëre unë është që nëse vajza në publik pra është kjo sjellje, por në jetën reale, nëse vajza është është punonjëse seksi, është eskort, është shoqëruese etj. Nëse ajo me këto para mban familjen, dhe kjo zgjedhje e saj bëhet e justifikuar dhe në një farë mënyrë ne mbyllim një sy sepse dhe ajo po bën një punë për të cilën mban familjen. Pastaj që kjo shoqëria e konsumit dhe kjo shoqëria e dezinformacionit apo informacionit ka krijuar konfuzion në atë çka është e mirë dhe e gabuar, në atë e mirë apo e keqe, drejt apo e gabuar, kjo prapë është e vërtet, megjithatë unë mendoj që do ketë një mbingopje dhe do ketë një rregullim apo kthim në një shoqëri më të shëndetshme. Mendojnë që e prishin tregun e seksualitetit, po ta them kështu, gjej mënyrë këto gra ose vajza që janë të gatshme të kompromentohen në këtë formë për një pozitë më të mirë në media, në politik, në administratë. Nuk e shoh kështu, domethënë sepse nëse këto vajza dhe gra kompromentohen, atëherë këta njerëz që i kompromentojnë si mundësi të vetme për të arritur aty ku duan, pas kanë kompromentimin e të tjerëve. Pra, preferoj të shikoj dorën që ushqen si burimi dhe si ana që duhet s'po them luftuar patjetër, po që duhet kritikuar edhe që duhet ndalur në një farë mënyre, rregulluar, gjetur një zgjidhje etj. Pra nuk e shoh problemin vetëm tek këta njerëzit që marrin, po e shoh problemin tek ata që japin. Pra kush e financon këtë gjë, kush e jep paran, pse e bën këtë, dhe do shohim që prap ato që financojnë janë prap burrat. Investitorët. Pra janë prap burrat, këta burra, të cilët fitojnë status edhe fitojnë një personalitet, rol, vend në shoqëri të lartë, nëse ata kanë para, kanë pushtet dhe kanë këto vajza të bukura. Dhe ajo që ne duhet të shqetësohemi është që si është e mundur që këto dy realitete ekzistojnë në këtë shoqëri kaq tradicionale dhe konservatore sa e jona. Se ne proklamojmë në emisione televizive me zë shumë të lartë, familja, tradita shqiptare, koncepte tradicionale shqiptare, ndërkohë që de facto në jetën reale gjërat janë të ndryshme. Dhe në individualitet njerëzit janë shumë më pak konservator, shumë më pak homofob, shumë më pak racist, shumë më pak mizantrop, se sa kur janë pjesë e një kolektivi apo kur janë pjesë e masës dhe kanë atë ndjenjën e përkatësisë që i jep atyre një vlerë edhe që i bën edhe më të fortë. Unë kështu e shoh. Dhe patjetër se ne nuk fola asnjëherë për me seriozitet të paktën për rolin që kanë institucionet, të cilat kanë një pjesë të lirisë tonë, se kjo është kontrata sociale. Pra ti jep
shtetit, institucioneve, një pjesë të lirisë tënde, në mënyrë që institucionet të vendosin një rregullator që ti si qytetar të jetosh me dinjitet. Edhe që kjo liria që a ke besuar të mos të cënohet mbi gjithçka tjetër. Dhe do doja ti riktheheshim pak të bëra një pyetje aty nga fillimi i intervistës lidhur me më përgjigje, po do doja ti rikthehesha prapë, sepse një nga ato gjërat që dëgjova që ta kanë komentuar shpesh është ajo nuk beson tek dashuria, pra ti nuk beson tek dashuria. Edhe unë po ndalem këtu tek një postim i Tabu Blog. Nuk e di se si kuptohet, domethënë që një njeri nuk beson te dashuria. E pikërisht, do të së pari të lexoja këtë post. Tregosh. Sipas një studimi, të qenit i dashuruar shkakton në tru një aktivizim të ngjashëm me atë të përdorimit të kokainës, thuhet tek ky postim, dhe këtu kuptojmë patjetër edhe gjithë gjendjen emocionale që na shkakton kjo ndjenjë dhe jo vetëm. Po, që ta sqarojmë një herë mirë, ti beson tek dashuria që t'ua heqim stresin? Patjetër që besoj te dashuria, mendoj që gjithë ata që kanë për zemër drejtat e njeriut, që punojnë vazhdimisht për grupet vulnerabël, për ato grupime që ka më pak mundësi, që nuk ndjen të përfaqësuar aq sa duhet. Kjo është vetëm sepse ti dëshiron gjithashtu, do një botë më të mirë, do që njerëzit të ndihen mirë, ke emocione, empatie dhe simpatie ndaj situatës në të cilën ato ndihen, ato janë, dhe patjetër. Në një farë mënyrë duket sikur e kemi kufizuar dashurinë brenda marrëdhënies mes një çifti. Dhe i kemi harruar këto gjërat e tjera. Jo, marrëdhënia me një çift është një mënyrë se si ne duam, po dashuria fillon me veten. Aty mendoj që është forma më e madhe dhe forca më e madhe e dashurisë, dashuria që secili individ ka për veten e vet, jo duke u kthyer në një qenie egoiste, pra me një ego shumë të lartë, po duke respektuar veten, duke punuar për të qenë njeriu që ai do të jetë ose njeriu që ai duhet të jetë. Mendoj që respekti dhe dashuria për veten janë hapi i parë për të qenë mirë, i shëndetshëm dhe pastaj për të dashuruar edhe të tjerët, sepse gjithashtu mënyra se si e shoh dashurinë për cilën duhet punuar fort dhe unë vazhdoj e punoj, është fakti që dashuria është liri dhe sa më shumë të vetëdijshëm të jemi ne, aq më shumë ne do të dimë të zgjedhim në liri të plot njeriun e një njeri, jo domosdoshmërisht shumë njerëz. Pra nuk mendoj që liria individuale apo liria në dashuri ty të bën që të jesh i shthurur. Liria nuk është shthurje, liria është përgjegjësi. Qartë, dëgjoj. Përpara se të kalojmë te lojrat. Po, pas ka dhe lojra? Ka dhe lojra. Dua të bëj një pyetje, shumë të sinqert. Meqense Viola foli për Tabu Blogun. Edhe më erdhi kështu. Ne shqiptarët dim të bëjmë seks? Dhe nuk e kam për nuk e kam thjesht për aspektin mekanik të penetrimit. E kam për njohjen e seksualitetit ton në radh parë, individual të gjithë secilit prej nesh dhe raportimin me tjetrin pastaj. Një shoqëri e cila e dhunon gruan, e dhunon vetveten, sigurisht është një shoqëri e cila e dhunon të bukurën, e dhunon seksualitetin. Ky raporti shumë grotesk që ne kemi me seksualitetin, që jetojmë fshehurazi, por pastaj e shkelim dhe e pështym në publik, tregon që ne nuk kemi një balans të mirë, qoftë me idenë që individi është qenie seksuale dhe individi lind si qenie seksuale. Fëmijët janë gjithashtu qenie seksuale. Njerëzit me aftësi të kufizuar janë qenie seksuale. Pra ne na mungon ajo, njësë nuk kemi pasur revolucion kulturor seksual. E dyta, ne nuk kemi edukim seksual afektiv, qoftë në familje, qoftë në edukim alternativ pra mbas shkolle, qoftë në institucione. Dhe kjo na bën që këtë qasje ndaj seksit, ndaj seksualitetit, ta kemi gjithmonë me moral të tepruar ose me agresivitet të tepruar, asnjëherë duke synuar kënaqësinë. Dhe
energjinë e ndërsjellët dhe momentin e jetuar. E di pse sepse domethënë ne këtu në Tiranë, brenda unazës së Tiranës, e mendojmë veten të emancipuar edhe seksualisht nga pikpamja, po them, po në fakt në fshatra dhe në zona rurale bëhet nami, bëhet kërdia. Këto se themi do se kjo është pastaj duhet provuar si eksperiencë. Në fakt me të dëgjuar e kemi, po jo, mendoj që po, nuk mund ta themi pa thënë. Mendoj që në zonat rurale ka më shumë probleme me dhunën në familje, me dhunën seksuale, me pedofilin, me marrëdhëniet incestuoze dhe fakti që patriarkati si sistem është më i fortë atje, funksionon më mirë, institucionet janë më të dobta, aktivistët janë më pak prezent, raportimi është më i ulët, besimi te institucionet është më i ulët, është më e vështirë që të raportosh një dhunë seksuale në fshat ku polici është kushuri me burrin tënd. Mendoj që ka të bëjë me strukturat që ne i japim njerëzve. Edhe pamundësinë që ata të raportojnë një problem pa u ndjerë të friksuar. Po jo domosdoshmërisht mendoj që edhe kur ti kryen marrëdhënie seksuale në shumicë pa kriter, ti e kupton vërtet se çfarë është marrëdhënia seksuale. Mendoj që një lloj informacioni për seksualitetin duhet një lloj edukimi i përgjithshëm bazik mbi trupin, mbi gjitha proceset biologjike që i ndodhin një burri dhe një gruaje, mbi gjithë ciklin e hormoneve dhe mënyrën se si ato ndikojnë tek qëndrimi jon, te sjellja jon, janë të domosdoshme, janë informacione të domosdoshme që të gjithë duhet i dinë, tek ajo kultura e përgjithshme që duhet i kemi të gjithë. Po që nuk i kemi të gjithë, edhe kjo është fakt, e përmend edhe më herët, e thej që nuk ka këtu ndoshta një edukim të mirëfillt, ndaj do doja tani përpara se të kalonin tek këto lëra që kemi përgatitur, të më sugjerojë ndoshta librat më të mirë që mund t'i shërbejnë gjithë secilit për të përfituar një edukatë seksuale dhe për ta kuptuar më mirë që nuk është vetëm një akt fizik. Edhe filmat. Po, shiko, mund t'ja nisin nga të gjitha studimet apo rezultatet e konventave apo të institucioneve kryesore, të UN Women, të UNFPA-s, të shoqatës botërore, organizatës botërore të shëndetësisë. Mendoj që aty janë disa skeda të shkurtra me të cilat mund të qasesh edhe përsa i përket të drejtave të njeriut dhe konventave ndërkombëtare të drejtave të njeriut, që janë informacion bazë që pastaj ti qoftë edhe filmat e tjerë apo qoftë edhe librat e tjerë, ti lexosh me një qasje më progresiste, të paktën duke ditur se çfarë kuptimi kanë fjalët që ti dëgjon apo fjalët që ti lexon. Kjo është në mënyrë shumë e mirë. Pastaj ka disa, është profesor Hajrullahu që ka bërë një libër shumë interesant në shqip mbi seksualitetin e njeriut. Mendoj që ajo është një bazë shumë e mirë për të filluar, se është një informacion i përgjithshëm, edhe qoftë biologjik, qoftë social, mbi gjithë umbrellën e tematikave që kanë të bëjnë me edukimin seksual. Pastaj në shqip ka libra shumë të mirë që janë të dedikuar, për shembull është një libër shumë i bukur, Jeta në kohët e penisit, që unë mendoj që çdo djalë që është adoleshent duhet patjetër ta lexojë, se është një libër që ka shumë humor, është një libër me shumë histori që të tregon këtë konceptin e falik, centrofalik, edhe të mënyrës se si çdo burrë e përjeton marrëdhënien që ka me organin e vet gjinital. Është një libër tjetër, Shigjeta Perëndeshës, që flet për seksualitetin e gruas, duke folur për sistemin nervor autonom, se sa i rëndësishëm është ai për të gjithë hormonet, ciklet hormonale, traumat që ne kalojmë, marrëdhëniet që ne kemi, të cilat janë element që ndikojnë në seksualitetin tonë edhe në mënyrën se si ne i qasemi seksualitetit, apo partnerit, apo jetës seksuale në përgjithësi. Po ndonjë film? Do them 3 filma të cilët kanë qenë pjesë e festivalit të filmit queer në cilin unë isha ambasadore, që janë 3 filma që më kanë pëlqyer shumë, që është filmi i parë është Finlandia, i një regjizori Horacio, nuk jam mbaj mend mbi emrin, Alcala,
që flet për një komunitet të një gjinie të tretë që ekziston në Meksik, myshe quheshin, që sigurisht ende ekzistojnë prej qindra vitesh, por për momentin kanë ndodhen dhe jetojnë vetëm në një zonë të caktuar të Meksikës. Dhe ky filmi që është vjen edhe në formën e një dokumentari, është një qasje shumë e mirë për të kuptuar se si është udhëtimi midis gjinive dhe se çfarë do të thotë të jesh jo binar. Dhe se si të drejtat e njeriut, emocione, dashuria për cilën folëm çfarë, janë universale, i përkasin të gjithë njerëzve dhe nuk ka ne dhe ata, sepse emocionet ndihen, kështu që nuk mendoj që duhet të ndihesh I rrezikuar nga diçka që nuk nje, po duhet të japësh shansin dhe mundësinë që ta njohësh më nga afër dhe nëpërmjet artit, kulturës, leximit, filmave, dokumentarëve. Kjo është një mënyrë shumë e mirë për t'u edukuar edhe për të hapur mendjen tonë dhe për të kuptuar të tjerët. 3 filma thënim. I dyti është Emilia Perez, që Po për këtë të thash pra, filmi që kishte fituar çmimin Oscar. Po, ky. Për ju që kuriozoheni tani edhe thon po kur e than, kemi folur më përpara. Nuk e ka fituar, ka qenë kandidate për Oscar, po ka fituar çmimin si aktoria më e mirë në Cannes. Dhe është aktoria e parë transgjinore që e ka fituar këtë çmim. Ishte shumë I bukur filmi, është musical, dhe mua nuk më pëlqejnë shumë musical, ishte musical I parë që e kemi diskutuar edhe këtu në Kinotek Biles, nëse më mend. Është edhe Zoe Saldana, dhe ai aktori transgjinor. Jo, është tani s'na vjen vetëm po t'i bëjmë search, po më prit. Që është martuar me Justin Bieber. Hailey. Jo e dashura. Selena Gomez. Selena Gomez. Edhe me Carla Sofia Gascon, se merdi. Carla Sofia Gascon. Aktoria transgjinore Carla Sofia Gascon. Po që ka qenë. Ishte Carlos, po, dikur. Po, që më përpara kur ka qenë burr, ka qenë gjithashtu aktor, që unë pata fatin gjithashtu ta takoj tek 40 vjetori I festivalit të filmit queer të Torinos, që është festivali më I vjetër në Evropë I filmit queer. Interesante. Dhe filmi I tretë. Dhe filmi I tretë është që flet për gjitha këto probleme shoqërore, për bullizmin, për to ndjenjat e para. Është Il ragazzo coi pantaloni rosa, djali me pantallona roz, që është një film që ja këshilloi familjeve, edhe të rinjve, pra nuk ka skena eksplicite, për të kuptuar se çfarë ndodh në brendësinë e një adoleshenti dhe se si ndonjëherë edhe prindër shumë të dedikuar nuk arrin të kuptojnë se çfarë ndodh me fëmijët e tyre, edhe sigurisht për të evituar edhe për të ulur këtë kriminalitetin mes fëmijëve dhe të rinjve që këto vitet e fundit edhe në Shqipëri është bërë problem. Dhe gjithashtu vetvrasjet, sepse besoj që e dini që pjesa më e madhe e atyre që kryen vetvrasje janë gjithmonë djemtë edhe burrat, pra. Okej, mirë, vrapte lojëra tani. Tani shkurtimisht ne do të bëjmë disa pyetje. Zhak, edhe ti do na kthesh përgjigje shumë të shkurtra tek loja e parë. Cila është gjëja më qesharake që ti ke dëgjuar ndonjëherë për gratë shqiptare? Gjëja më qesharake? Ka shumë. Tabuja më qesharake, po themi. Nuk ka të bëjmë me gratë shqiptare, janë këto tabut që kanë të bëjnë me informacionin e cunguar mbi edukimin seksual, që ti nëse ke pasur shumë marrëdhënie seksuale, atëherë ke një organ seksual shumë të zgjeruar. A thua, po bëre shumë marrëdhënie seksuale me të njëjtin njeri, nuk do dhe njëjta gjë. Domethënë, kjo mendoj që është absurde. Okej. Tani, a ka ndonjë temë që nuk do ta trajtojë kurrë në tabu? Jo, mendoj që çdo temë mund të trajtohet nëse trajtohet në mënyrën e duhur, pra nëse ti nuk I jep nota vulgariteti, çdo gjë mund të trajtohet. Dhe fundit e kjo loja e parë, loja kemi shkruar ne edhe është te kjo ndarje e parë. Kur është hera e fundit që ti ke gjykuar dikë po pa e kuptuar, pa e pasur atë
dëshirën për ta Po, unë ndodh shumë shpesh dhe pastaj ti thua kam vërtet po prisa do thoshte ju kam gjykuar ju përpara se të vija këtu. Jo, nuk ju kam gjykuar. Këtu erdha me rezerva, jo me gjykim, por unë e thash, u tregova shumë e sinqert dhe ja u shpjegova arsyeën pse. Po mendoj që ajo ndodh shpesh sepse edhe unë në këtë sistem kam jetuar, kështu që është një punë e vazhdueshme që unë bëj me veten time kur i flas me veten dhe brenda vetvetes gjykoj për një çështje ose për një individ, ka shpeshherë që i them vetes jo se prit se këtu je brenda strukturave të patriarkatit, nuk duhet ta thuash as ti këtë. Nuk kam ndonjë shembull, me thënë të drejtën. Mendoj që kur më ndodh, i them vetes jo mos e bëj, po jo, nuk më vjen në mendje ndonjë gjë specifike, veçantë që ti them vetes, kjo është skandaloze. Tani do të lexojmë disa shprehje nga filozof, nga njerëz të cilët në për pjesën më të madhe dhe më dërmuese njihen si njerëzit që le të themi na kanë mësuar teoritë kryesore. Po e nisim me të parën. Trupi është më i mençur se shpirti, bie apo jo dakord? Trupi është më i mençur se sa shpirti. Po varet tani se këto nuk janë pyetje që mund t'i përgjigjesh thjesht. Çfarë është koncepti i shpirtit, kur ka lindur koncepti i shpirtit, pse është shpikur ai si koncept, a ekziston vërtet shpirti, se ka kaq shumë teori. Shiko, këto nuk janë pyetje që të testojmë njohuritë filozofike të tuat. Jo, thjesht ti e dëgjon si frazë edhe qasja jote në jetën e përditshme. Se di pra, sepse ky, për shembull, në filozofi thonë që gratë kanë këtë instiktin, kanë këtë inteligjencën, po, dhe është një shqis që burrat nuk e kanë, pra ato parashikojnë gjëra që do ndodhin, pa ndodhur gjërat sepse lexojnë faktor ambiental. Kështu që nuk di ta them nëse kjo intuita apo kjo shqisa ekstra që kanë gratë është vjen nga shpirti apo vjen nga trupi, nuk kam vendos, domethënë nuk e kam një qëndrim të qartë për sa i përket të gjitha filozofive që ekzistojnë për konceptin shpirt, nëse ekziston shpirti vërtet apo njeriu e ka shpikur idenë e shpirtit, apo ajo që ne quajmë shpirt është thjesht vetdia që ka lidhje prapë me trurin, që ka lidhje prapë me trupin. Kështu që unë sot në mbrëmje do bëj overthinking, nuk flejgju. Shpreha tjetër është nga Simone de Beauvoir, gruaja nuk lind grua, bëhet e tillë. Po, jam dakord. Ja pra, për këtë doja pra, po ose jo. Kjo është ideja. E radhës. E pra, po ajo ishte më hyri në disa re këtu të kokës time që kanë bëjmë me shpirtin, se pastaj shpirti lidhet shumë me kishën, me konceptin e kishës, pra futemi në disa rrugë të tjera që ndoshta nuk është mirë të futemi sot. E radhës, në dashuri gjithmonë ka një që komandon. Jo, mund edhe mos ketë ndonjë që komandon, mendoj. Okej. Në seksualitetin e njeriut ekziston një tension midis dëshirës dhe moralit. Po, mendoj që po. Dhe e fundit, dashuria shëron dhe shkatëron, ajo është forca më e fuqishme në botë. Po, edhe shëron edhe shkatëron, po, vërtet. Ta bëjnë gjë. Po kur shkatron është toksike, kështu që nuk mund ta quajmë tamam dashuri, është dashuri toksike që ne jemi mësuar ta ndjejmë si shprehja apo apogjeu i kësaj ndjenje, por unë nuk mendoj që është ashtu. Mendoj që prap kjo është pjesë e kësaj kulturës pop që na fut në për disa kurthe dhe këto flutrat që i ndjejmë në të vërtet janë toksicitet, sepse dashuria vjen pa sakrifica të mëdha. Pra unë nuk besoj te kjo dashuria e çmendur, Jack edhe Rose të sakrifikojmë. Nuk mendoj që ajo është shumë toksike për mua. Okay. Dhe tani në përfundim fare, edhe që të mos të humbasim më shumë kohë, do kalojmë te disa skena hipotetike dhe se si do reagoje. Po e nis unë me të parën, Egon. Një burr në rrugë të thotë ke një buzëqeshje që ma bën ditën më të mirë. Si do reagoje? Jo, do ikja, do vazhdoja. Okej. Nuk besoj tek komplimentet në rrugë, mendoj që ngacmimi në rrugë dhe komplimenti e ka një ndarse që është shumë mirë e kanalizuar dhe nuk dua fare që burrat të panjohur në rrugë t'ju duket buzëqeshja ime rrezollica, as nuk do i besoja, as nuk dua që të ma thonë, nuk po pres që të kem miratimin nga të panjohurit, me thënë të drejtën. Pastaj është do më duket shumë e gjatë si gjë, kështu që jo, do ikja, do vazhdoja. Partneri të kërkon, hipotetikisht, të mos postosh në Instagram foto paksa provokuese për shkak të opinioneve të tjerëve. Bota.
Po jo, Vangjel. Po çdo thon bota. Zgjidhja ndonjë partner të tillë. Okej. Okej, pra e nisim që nga eliminojmë që në ditët e para. Shkojmë tek situata tjetër. Një koleg në punë të propozon që të dilni vetëm ju të dy, edhe një herë Azit ka bërë edhe komplimente për inteligjencën edhe për pamjen. A do dilja unë me këtë kolegun? Nëse më do më interesonte, po, domethënë, apo pyetja është nga fakti që a del me kolegët apo jo? Jo, a do dilje me këtë koleg I cili është çdo ditë marrëdhënie pune aty. Po befas një ditë thyen akullin. Befas një ditë thyen akullin edhe të afrohet dhe të fton për të dalë. Unë tani jam 43 vjeç, guys, kam 10 vjet që jetoj në atë vendin e punës, se nuk e parashikoj dot ato kolegët që kam. Kam shumë vite. Kolegët e mia Koleg, na falni, nuk kemi asnjë personale. Mirë, edhe jo, ndoshta aty në punë, edhe në jetën private, personale. E lodhshme. Një mik I ngushtë të thotë. Nuk besoj pasaj të dashuria në ambientet e punës, mendoj që sado që studimet thonë që tradhit më të mëdha ndodhin në ambientet e punës, unë mendoj që ajo është një kështu rregull I pashkruar që njerëzit duhet ta zbatojnë, që të mos kenë marrëdhënie në vendin e punës, se pastaj ajo ndikon shumë në jetën e tyre profesionale. Edhe kanë dhe konkurrencë mes njëri tjetrit, pastaj nëse janë në pozicione të njëjta kanë shumë probleme. Një mik I ngushtë thotë që je shumë e fortë dhe e pavarur, por ndonjëherë duhet të lehtësohesh dhe thjesht pak më e butë. Po më femërore. Ndonjëherë bëhem me nerva, ndonjëherë them ndoshta ke të drejtë. Varet. Po më kanë thënë. Supozojmë se ke postuar një foto ku je ekspozuar shumë në rrjetet sociale dhe ndër komente të kritikojnë së tepërmi, je shumë provokative për një grua të edukuar. Si do reagoje ti? Cila do ishte përgjigje që do I ktheje këtyre komenteve? Po, unë mendoj që nuk e di nëse më keni parë që unë nuk kam asnjë foto provokative. Po marrim një situatë që nuk e di, do jepen tani nuk më vjen në mendje asnjë gjë. Ndoshta edhe s'do I përgjigjesha, tani s'do I përgjigjesha fare. Ose do thoja mendja jote është mendja jote që ndihet e provokuar, se unë nuk kam asgjë këtu për të provokuar. Domethënë varet. Nuk janë situata kontekstuale që në varësi të kontekstit, po unë nuk shquhem për zhveshje, domethënë nuk besoj te lakurisia. Nuk mendoj, jam një feministe pak më, ndoshta I përkas një brezi të kaluar të feminizmit ku ti jo domosdoshmërisht duhet jesh e zhveshur, femërore dhe ti përshtatesh të gjitha normave që kjo moda dikton, pra në rastin e ditëve të sotme gjoksi, vithet, flokët, domethënë unë e shoh si sjellje antifeministe ato. Ti duhet I qëndrosh besnik vetes tënde, nëse vetja jote nuk është ashtu, don't do it. Nëse vetja jote është ashtu, domethënë pse jo, je I lirë që ta bësh, por gjithmonë duke pasur ti pushtetin. Se ndonjëherë ti thua ku është pushteti midis një gruaje nudo që del vet në Instagramin e saj dhe ndoshta një modeleje që për të marrë atë pagesën ose për të vazhduar karrierën e saj duhet ta bëj atë gjë. Mirë, tani është momenti që të shkojmë në kinema Cineplex, Viola. Nuk mbaroj. Jo, po do vemi herë në Cineplex, pastaj do sepse nga nesër 6 nëntor realizimi I ri në universin e Predator, mezi e kemi pritur në këtë rast Predatori do të jetë Preja me Dakota Fanning nga 6 nëntori nesër në Kinema Cineplex dhe është momenti tani të falenderojmë edhe sponsorat tanë Kinema Cineplex, Croissant Bono dhe Librari Leximtari. Faleminderit që na e bëni të mundur realizimin e këtij podcasti. Jacqueline, ne kemi për ty edhe një bilet të vogël për në Cineplex. Mund ta shfrytëzosh kur të duash ti, nëse ka ndonjë film që do të të pëlqejë, nuk ka një afat të caktuar. Është filmi I fundit I gocave, ADN-ja Atëherë merr një nga shoqjet e tua ose shokët e tu dhe mund të shkosh dhe ta shijosh në Kinema Cineplex. Faleminderit shumë që ishe me ne. Ne u kënaqëm, urojmë një sot të qenë edhe për ty. Faleminderit. Miq, ne do të shihemi të mërkurën tjetër. Deri atëherë, kujdesuni për veten. Për qafime, për qaputhje, më saktë. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'le